Ka shumë këshilla, unë i falenderoj qytetarët e Prishtinës sepse ka një kulturë shëndetësore të mirë, të cilën thjesht e përqafoj si të tillë, sepse jam gjatë në të gjitha pozicionet, si të thash në fillim, dhe qytetarët mos të ngurojnë që të kërkojnë shërbimet e tyre dhe të drejtat e tyre gjithmonë. Dera për ta ka qenë gjithmonë e hapur në të gjitha institucionet, në të gjitha pjesë. Qoftë për falënderime, mos ta harroj edhe këtë. Çdo muaj nxjerrim prej kutive të ankesave letrat që janë. Ta keni parasysh që 90% janë falënderime, 5% janë kërkesa, 5% janë ankesa. Gjitha ato ankesa shqyrtohen çdo muaj dhe në bazë të këtyre ne i përmirësojmë dhe gjejmë gabimet ku i kemi se nuk ka të pagabuar. Dhe kështu që i përmirësojmë dhe për këtë i falenderoj dhe i inkurajoj gjithmonë që mos të harrojnë kur dalin nëse nuk janë të kënaqur me diçka, ta fusin i letër aty te kutia ankesave, cila do që është mendimi i tyre. Ankesa është pjesë e përmirësimit. Gjithsesi na ndihmojnë.